Zbatoni rregullat e sigurimit teknik në punë. Kjo është tabela informuese e cila është vendosur përpara kantierit të ndërtimit të aeroportit të Vlorës. Po sa zbatohen në realitet kushtet dhe siguria e jetës së punonjësve. 2 ditë më parë, një prej punonjësve i cili ishte duke punuar në terminalin e aeroportit të Vlorës ka rënë prej atje duke humbur jetën në vend. Ndërkohë që ky nuk është aksidenti i parë me pasojë. Edhe më herët, një tjetër punëtor ka humbur jetën në kushtet e punës. Ndërkohë që prokuroria dhe policia kanë marrë masat e tyre duke vjuar ende hetimet, sikurse Inspektorati Shtetëror i Punës ka vjuar kontrollet. Nuk është hera e parë që Inspektorati Shtetëror i Punës zhvillon kontrolle në firmat kontraktore dhe nënkontraktore. Dhe në letrat e tyre apo në proces verbalet shkruhet qartë që ka mangësi në sigurimin e jetës së punonjësve. Megjithatë, duket qartë qoftë në kullën e mbrojtimit apo edhe në terminalin se si punonjësit janë duke punuar pa siguruar fillimisht jetesën e tyre, ku si rregull duhet ishin të paktën të lidhur në mënyrë që nëse ndodhte ndonjë incident të siguronin jetesën e tyre. Firmat kontraktore dhe nënkontraktore të aeroportit të Vlorës nuk zbatojnë rregullat e sigurimit teknik. Punonjësit rrezikojnë ndërsa deri më tani 2 persona kanë humbur jetën për shkak të mos respektimit të rregullave të sigurisë në punë. Në një vëzhgim të kryer dhe nga Blu Televizion shihet qartë se punonjësit të cilët punojnë në aeroport janë pa masa sigurimi, edhe pse referuar rasteve të humbjes së jetës kanë nisur hetimet, ato thjesht kanë mbetur të tilla dhe nuk ka hapa të tjerë të mëtejshëm. Në fakt, nga policia dhe Inspektoriati i Punës ka thjesht hetime. Ajo çfarë kërkohet është padyshim marrja e masave për firmat kontraktore dhe ato nënkontraktore. Ato të fundit në shumë raste janë në shkelje të ligjit dhe ajo çfarë duket domosdoshmëri është padyshim ashpërsimi i masave për të parandaluar ngjarje të tilla.